Zotja Muli, unë ju falenderoj se di që kemi 24 orë në fakt që kontaktojmë, po për shkak se ju jeni në terren edhe të fushatës, ju falenderoj që gjetët kohën. Zotja Muli, pse nuk u arrit këtë herë që të kishim një opozitë bashkuar, e sidomos në Shkodër, që opozita që nga vitet 90 e deri para 2 apo 3 vitesh ka qenë, le të themi, e pamposhtur. Të them të drejtën, unë prej shumë vitesh kam qenë pjesë e Partisë Demokratike, që nga kryetar grup seksioni, antar kryesitë i Partisë Demokratike të Degë Shkodër dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Demokratike të Degë Shkodër. Vazhdimisht unë jam munduar të shpreh ata mendimet e mia dhe të bashkoj strukturat e Partisë Demokratike që të funksionojnë si një grup i vetëm, siç kemi kanë disa kohë përpara, siç ishim për shembull në zgjedhjet e 2021-shit. Por mas zgjedhjeve direkt të 2021-shit, ma dihen problemet që ndodhen në Partinë Demokratike dhe nuk funksionoi. U fillun të krijohen, nuk mund të mshehim ndarjen e fraksioneve, nuk mund të mshehim gjërat pasi morën dhënë, domethënë, dhe u krijuan probleme shumë të mëdha në strukturë, domethënë. Jo se ishte faji i strukturës, faji ishte i tjera kuj, por unë gjithsesi u mundova me të gjitha mënyrat ta marr degën e bashkume dhe mos ta përdorim Partinë Demokratike për interesat tona personale, por gjithsesi përçarja ishte e pamujtën, domethënë. Dhe kjo dihet më. Unë kam folur disa herë, pavarësisht se periudhën e fundit nuk ka se e kam përdorur edhe e kam përmendur shumë Sali Berishën, por ai na imponon gjanat dhe ne gjatë imponimeve, gjatë deklaratave të tija dhe deklarata e fundit në prezantimin e kandidatëve të foltores, ai përsëri filloi edhe përmendi 2 kandidatë të nderuar të qytetit të Shkodrës. Unë personalisht nuk jam një kandidat do si do, nuk jam një person që vi nga administratat publike, por jam një person që vi nga shoqënia civile, vi nga biznesi, domethënë kam arritur një person publik si kam kontribuar në shumë fusha prej shumë vitesh, domethënë, duke filluar që nga sporti i peshkëngritjes, duke qenë donator i klubit futbolli Vllaznia, kështu që kam dhënë gjithmonë domethënë më të mirë dhe kam kontribuar për qytetin tim dhe jam munduar prej shumë vitesh të vë një gur themelit tek Partia Demokratike dhe të vë një gur themelit të fortë për Shkodrën dhe të mos nëpërkëmbet Shkodra, mos të lehet Shkodra djepi i dijes, djepi i kulturës, Shkodra kryeqyteti i Shqipënisë, prej që herët domethënë kur nuk është njohur Shqipënia, thua fare Shkodra ka kenë kryeqytet, ka kenë një qytet me patentë të madhe. Zotja Muli, nërkombëtarisht. Në fjalën tuaj ju thatë që Berisha erdhi prezantoi kandidatët e foltores. Pra, nuk është Partia Demokratike ajo që ka zoti Berisha? Unë kam thënë edhe ri përsëris, këtu demokrat rreth Berish, domethënë janë demokrat, do të thosha berishistat, janë ata persona që kanë qenë të përkdhelurit e Berishës që në vitet e hershme edhe më vonë, por partia nuk është pronë personale, nuk është një pronë që mund ta përdorin si don edhe si duan. Partia Demokratike është aset kombëtar. Partia Demokratike e dim të gjithë se si është ndërtuar, edhe si është përfaqësuar. Por këta kanë keq përdorur jo thjesht emrin e Partisë Demokratike, por kanë keq përdorur edhe kontributet e demokratëve të gjithë Shqipërisë. Kështu që Partinë Demokratike e ritheksoi, nuk mund ta përdorin kërkush si plaçk, nuk mund ta përdorin kërkush për interesa personale. Por Berisha po e përdor për interesa personale thoni? Zoti Berisha po e përdor Partinë Demokratike thjesht për interesa personale. Nuk i intereson a merr 7 deputet, a 10, a 60, por atij intereson të kenë një grup parlamentar dhe një grup që atij i përshtaten, një grup që nuk bajnë zë, por një grup që çojnë dorën vazhdimisht për interesat e tija dhe bajnë zhurmë, por jo për interesat e popullit. Edhe kjo më shqetëson më shumë se asgjë.